Ky njoftim ju ka ardhur secilit në shtëpi nga ujësjellës Kanalizime Tiranë, i cili ju kërkon të dorëzoni letrat e pronës, dokumentacionin. Për këtë jam në studio me avokatin Altin Goxhaj, për të thënë se sa e lishme është kjo dhe pse duhet pikërisht UKT-ja të marrë letrat tona të pronës. Ju keni shkruar në shtricën përkatëse që UKT-ja ju thot qytetarëve dorëzoni letrat e pronës dhe ju ka sjellë këtë letër. Unë si avokat po ju them, mos e bëni atë gabim. Asnjë punonjës i ujësjellësit nuk ka të drejtë të disponojë dokumentat tuaja që ata i kanë çetuar në fund. T'ja u lexoj. Ata ju kërkojnë certifikatën e pronësisë bashkë me kartelën shoqëruese. Pra, kush janë pronar? Kush janë bashkëpronar? Sa metra katror janë truat? Sa janë prona? Sa është kjo? Sa është ajo? Dhe mbi të gjitha ajo që është më e rënda këtu, në këndvështrimin tim, është kontrata e shitblerjes. Ka dhe të tjera dhëna që kërkojnë, që e kanë pa përcaktuar. Po sepse këtu thot e të tjerë. Domethënë, çfarë do gjë do të kërkojnë? Ata mund të kërkojnë çdo gjë. Mund të kërkojnë edhe trashëgimin, mund të kërkojnë çdo lloj dokumenti. Po pse i duhet avokat? Se këtu shikoj dhe në rreshtin e fundit për çdo paqartësi na kontaktoni nëpërmjet numrit të WhatsApp-it dhe janë vendosur 2 numra. Unë mund ta them me plot gojën që kjo është një vepër penale që bëhet tani në zgjedhje. Pse është një vepër penale që tani bëhet në zgjedhje? Është një vepër penale sepse kjo është një shantazh drejt për drejt ku ata ju tregojnë që do vi një patronazhist ke shtëpia e biderës. Po. Për të negociuar me ju pikërisht për këtë gjë. Po nëse neve nuk e deklarojmë, nuk ndjekim këshillën që na dha ty avokat. Ju do të bëni një letër menjëherë sapo t'ju vijë kjo gjë. Dhe pyetja e letrës do të jetë vetëm një fjali. Mbi çfarë baze ligjore mbështesni kërkesën tuaj që unë t'ju dorëzoj dokumentat e pronës? Na jepni ligjet, aktet, vendimet që përcaktojnë. Sepse vetëm në mënyrë që ti përgjigjesh këtyre shantazhuesve, që po kryejnë një veprim të palishme, është që ti t'i thuash ku e ke bazën ligjore. Pse? Ky dokument duhet të kishte bazën ligjore. Në cilin nen mbështetet, në cilin nat mbështetet. A është ujësjellësi kompetent që të marrë dhënat që vetëm noteri i ka? Avokat, në zbatimin e nereve 21, 22 fraksion 1, 22 fraksion 2, 22 fraksion 3 dhe në vazhdim, ligjet numër 9632, datë 30/10/2006, ka të bëjë me tatimet. Jo me mbledhjen e dhënave. Taksave vendore thot. Po pra. E kanë futur si taksë vendore. Këtë po të shpjegoj, që ata kanë të drejtë marrin taksa, po ata nuk kanë të drejtë marrin të dhënat e pronësisë tuaj. Këtë po ju shpjegoj. Pra ata nuk janë të autorizuar sipas ligjit që të mbledhin të dhënat e pronës tuaj, të shitblerjes pronës tuaj, aktet e shitjes. Ata nuk e kanë këtë drejtë. Më kuptoni logjikën. Këto të dhëna ndodhen të gjitha diku. E dini ku ndodhen? Në kadastër. I kanë aty. Nëse i do ligji, shteti, ti marrin aty. Jo. Ata po kërkojnë që të marrin dhënat për të fshehur gjurmët e marrjes dhënave, që ne s'ti kenë pjesë të patronazhimit tuaj. Ata po mbledhin të dhëna si patronazhist. Dhe avokati Altin Goxha po ju thotë, bëni vetëm një kërkesë, mbi çfarë baze ligjore ju kërkoni të mbledhni të dhënat e pronës tonë, certifikata e pronësisë, akti shitblerjes e të tjerë. Ata nuk kanë një ligj që i jep atyre kompetencë punonjësve të ujësjellësit që të mbledhin këto dhëna. Në nenet përkatëse flitet për mbledhje të tatimeve, të taksave. Po. Më kuptoni, nuk ka të bëjë me të dorëzim dokumentash të pronës tuaj. Më kuptuat logjikën. Dhe ai thotë do ju vi një njeri në shtëpi, të prokas. Do vi një mik që do të mirët. Më kupton logjikën. Mirë, ndoshta vetë deklarimi i pronës më pas përkthehet në taks. Ja, po jo. Ti pronën e ke të regjistruar ke kadastri, ti ke aty vetëm për t'i dhënë atij taksën për pronën tënde. Ai do të thotë vetëm kaq e ke koston. Nuk je ti që det detyrim të dorëzosh ti dokumentat. Kjo është e gjithë çështja. Pra këta të punonjësit e ujësjellësit nuk e kanë të drejtën të mbledhin të dhënat tona të aktit shitjes, të kartelës pasurisë, sa metra katror kam truall, kush janë bashkëpronar, e kam në Shqipëri apo ki parasysh të kërkohet dëshmia trashëgimisë këtu. Pse? Ka të bëjë edhe me faktin se si është ndarë pasuria, se njëri ka humbur jetën dhe kush i ka kaluar, se mund të sekryet detyrat në kadastër. Avokati po ju bën thirrje. Po ju bën thirrje. Mos e bëni atë gabim të jepni këtyre të dhënat e pronës tuaj duke dhënë kopje të kartelës pasurore, certifikatës, bashkëpronësisë, sa që quhet, si thosh, një akt krejtësisht personal, familjar, që e kanë kadastër poshtë desh shtetit, ta marrë aty. Ju mund të kroni vetëm metrat katror, nuk e nevojë që të jepni atyre vërtetim. Po duan të vërtetojnë, le të shkojnë ke kadastrat i kërkojnë. Po nuk shkojnë dot ke kadastra, se nuk ja u japin.
Pra ata po kërkojnë që me dorën tuaj ju të dorëzoni lakurish të gjithë dhënat e pronësisë. Mendo do të dorëzoni këtyre edhe aktin e shitblerjes. Këtë ka noteri dhe kadastra. Ç'pun kanë këta? Pra dhe gjykata kur e merr këtë gjë, për kërkon një rrugë ligjore. Këta po ju vjedhin të dhënat e pronës tuaj, sepse ka kanë një projekt. Projekti i tyre është akoma edhe më rënd. Çdo pallat, çdo banesë që është 50 vjet e vjetër, apo që do bëhet shumë shpejt 50 vjetër, ata do ta shëmbin nëpërmjet institutit të ndërtimit, ku do deklarojnë që është e pabanueshme që ata të bëjnë gardaqerat e tyre. Dhe juve do ju përzejnë, duke ju çuar në ca periferi të Tiranës, ku do ju mbajnë në shtëpi që nuk do jeni pronar, po do jeni vetëm në përdorim. Ata po grabisin pronat tuaja, mos bëni gabim dhe dorëzoni këto dokumenta. Çoni vetëm një letër. Letra duhet shkruaj. Më jep bazën ligjore që ju keni drejt të merrni dokumentat e mia të pronësisë, certifikat pronësie, shitblerje dhe çdo akt tjetër. Ata nuk e kanë një ligj tillë. Ata nuk e kanë një nen të tillë. Avokat, se u shokuam vërtet, a janë shpërndar shumë si këto letrat? Nuk besoj të ketë qytetarë që nuk e merr këtë letër. Në Tiranë të paktën e ketë sigurt. Kjo është hera e parë që ndodh. Kjo është hera e parë dhe ndodh para fushatës, do ju vinë një njerëz që ju do të mirën, thonë, za? Ke shtëpia, siç thotë ai letra aty, apo jo? Po. Do ju vinë një punonjës të rrendit. Do vi patronagjistë ke shtëpia juaj. Mua në shtëpinë time ka një 10 vjet që nuk vjen faturisti një. Po çashi kanë zgjedhjet. Vjen mbledhë votat ai. Dhe ajo që do ju kujtoja, që shumë e rëndësishme për t'ia kujtuar gjithë qytetarëve është shteti, partia shteti ka hap luftë qytetarëve. Partia shtet i ka shpall luftë popullit vet, sepse kjo nuk është partia shtet e shqiptarëve. Kjo është partia shtet e armikut që ka marrë pushtuar shtetin dhe përdor kundër qytetarëve. Këta kanë një projekt të marrin dhe këto zgjedhje dhe pastaj mos ketë më vend për asnjë shqiptar në Shqipëri. Kaq u duhet këtu, edhe i mandatu duhet dhe pastaj nuk do ketë më shqiptar. Edhe dy. Më besoj edhe një i duhet. Nuk do ketë nevojë më. Avokat, kur flet zoti kryeministër thotë në 2030, ne jemi në 2025, plus 4 2029. Kam frikë se këto janë zgjedhjet e fundit. Ato nuk do të jenë më zgjedhje, do jenë votime. Njësoj siç bënte Enver Hoxha. Një herë u bën zgjedhje në 46-ën dhe kontrolluan gjithë votat e gjithë shqiptarëve. Pastaj s'kishte më zgjedhje. Pra, shqiptarët duhet të kuptojnë, mos bëni gabim t'u jepni patronazhistëve me duart tuaja të dhënat tuaja të pronësisë, certifikat prone, akt shitblerje, akt trashëgimie, asnjë lloj gjëje. Po e jam mësuat atyre duke u dorëzuar këto gjëra, nesër do vinë t'ju marrin dhe pronën me firmë aty ke dera.